Natyrisht këto nuk do t'jenë temat e vetme për cilat do të diskutojmë. Në një pjesë të këtij edicioni do diskutojmë edhe për përplasjen mes lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministrit Edi Rama në Shqipëri. Patjetër, në prag të protestës në mbështetje të krerëve të UÇK-s që ndodhen në Hag, ish krerëve, që do të jetë protesta nesër në Tiranë, Edi Rama ka shpërthyer ndaj lëvizjes vetëvendosje dhe Kurtit, mes tjerash duke thënë se ju e doni thashin në Hag. Por ky debat dhe këto diskutime do të jenë pas pak, sepse fillimisht do të ndalemi tek ato që po ndodhen pas zgjedhjeve. Në fakt, kandidati i lëvizjes vetëvendosje për Mitrovicën, Faton Peci, ka njoftuar se do të dorëzoj padi penale ndaj analistëve për gabimin e exit pollet e zgjedhjeve lokale të 12 tetorit në Kosovë, exit pollet të cilat atë e nxorën humbes, derisa Arjan Tahiri po fitonte me 58% të votave. Kjo ka qenë një temë diskutimi, natyrisht ka reagime gjithandej, duke nisur edhe nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës dhe nga ky asociacion. Në studio është Besniku më së erdhe. AGK-ja ma shkurt se po shkojmë gjatë. Ndërkohë, do të kemi shumë lidhje të tjera të drejtë për drejta. Do të jetë Aron Muhaxherja, analist, do të jetë Gzim Shala nga IKD dhe po ashtu Valdet Hoxha, avokat. Nga gjitha anët do të kemi këto reagimet për këtë zhvillim të rëndësishëm. Po e fillojmë me reagimin e AGK-s, ta lexojmë që të jemi korrekt me që ka thënë AGK-ja. Ky akt i zotit Peci është sulm brutal ndaj lirisë së raportimit në Kosovë dhe përpjekje për të dekurajuar punën e gazetarëve. AGK e sheh këtë veprim si përpjekje për ta kaluar betejën politike në mediale, gjë që është e papranueshme, thuhet në reagim. Peci ka një histori të sulmeve ndaj gazetarëve dhe mediave dhe AGK e fton që të ndalë këtë praktikë tepër të dëmshme për demokracinë në vend, thuhet mëtej në njoftim. Pra, besnik, AGK-ja ka përcjellë edhe nga afër shumë shpesh reagimet që Peci ka pasur edhe ndaj gazetarëve dhe edhe këtë herë e kanë konsideruar si të papranueshëm këtë reagim dhe këtë padi që ka vendosur ta bëjë ai. Po, domethënë siç e lexova dhe reagimin, AGK-ja e ka po jashtëzakonisht shqetësuese një përpjekje, sepse është një betejë politike që po përpiqet të zhvendoset në betejë mes politikës edhe media. Pra, sa herë që ka një zhvillim politik ku lëvizja vetëvendosje është në një pozicion të papërshtatshëm, ata gjejnë shtegun që me kriju një armik të jashtëm, edhe media domethënë gjithmonë ka qenë ky caku që vetëvendosja ka kështu të preferuar për me vendosë si një armik, edhe kemi po jashtëzakonisht shqetësuese që një ministër në detyrë edhe një kandidat për kryetar të komunës me paralajmëru kallëzim penal kundër gazetarëve për shkak se ata kanë shprehë mendimin e tyre rreth zhvillimeve politike. Edhe çka është shumë e rëndësishme më të kësu, është që exit poll domon asnjë medium nuk ka publikuar rezultatet të exit pollit para se me u mbyll vendvotimi, domethënë edhe në televizionet të shtatë exit polli është publiku vetëm pasi është bë ora 7 dhe absolutisht po, madje në të gjitha televizionet. Jemi të saktë sepse mbi të gjitha edhe mediat përcillen nga dikusha në këtë pjesë dhe kanë përgjegjësitë e tyre. Aronin e kemi drejt për drejt, mirë se erdhët në Kosova Live. Po na dëgjon? Valdet, në anën tjetër, besoj nëse po na dëgjon, dëshiroj mirë se ardhja. Derisa të jemi në rregull teknikisht natyrisht, do të kalojmë tek Besniku. Erdhi ky paralajmërim nga Faton Peci vetëm pas konfirmimit nga ana e prokurorisë se ka nisur hetimet për një proces jo të rregull votash në Mitrovicën e Jugut. Në fakt për Mitrovicën e Jugut, në momentin kur është kandidu zotri Peci, e ka menduar që ka qenë një garë jashtëzakonisht e lehtë, duke qenë se zoti Arjan Tahiri ishte një figurë dytësore në Mitrovicën e Jugut, duke qenë se zotri Bedri Hamza ishte kryetar dhe ky ishte nën kryetar dhe kishte menduar si jashtëzakonisht të lehtë kështu garën për ta fituar Mitrovicën e Jugut, edhe kryeministri Kurti ishte angazhuar jashtëzakonisht shumë, pra çdo ditë pothuajse realizonte vizita në Mitrovicën e Jugut, edhe ishte kjo narrativa vetëvendosës që Mitrovica dhe në veri e ka shtri sovranitetin, e ka shliru kështu në një farë forme veriun, edhe mendone që gara për Mitrovicën e Jugut të ishte jashtëzakonisht e lehtë. Megjithatë, në debatet televizive që kanë ndodhur, zoti Arjan Tahiri ka bërë një performancë të mirë që ka ndikuar edhe në pasqyrën e tij si politikan, edhe ja ka vështirësuar jashtëzakonisht garën zotrit Peci. Kjo ka ndikuar që vetëvendosja dhe vetë zotri Peci me qenë në tension për shkak të rezultatet që
që e kanë marrë, pra se nuk është që ata janë tensionu vetëm për shkak të që exit poll-ët kanë paraqit rezultate me diferencë të madhe ku zoti Erhan Tahiri pra fiton të pa balotazh. Ata janë tensionu që zoti Erhan Tahiri pra ka arrit me çu edhe në ballotazh zotrin Peci, pra që nuk e kanë pas të lehtë fare me fitu Mitrovica. Edhe kjo ka shpërthy pra në një lëvizje strategjike kështu antimedia, kinse mediat janë bërë. Në fakt pat edhe një shpejtësi të hatashme të Kurtit, a vetëm një ditë pas zgjedhjeve në një konferencë ku bëri thirrja që të hetohen ata që merren me exit poll. Kështu që edhe në atë konferencë ishte shumë i ashpër. Po na dëgjon zotri Hoxha, besoj tash? Zotri Hoxha, po na dëgjon? Po, ndoshta harroni për na dëgjon sepse sot teknikisht kush do që të na dëgjoj, le të thotë këtu jam, se po kemi pakas probleme teknike. Arton, po na dëgjon? Besnik, po na dëgjon? Sa kemi problem. Ti kthejmë edhe një herë kësaj pjesës. Po, asaj shpejtësisë për cilën po flet edhe Besniku që foli më herët. Domethënë nisim një herë me Kurtin, të hënën. Po pra, për shkak të situatës politike, duke qenë se është edhe në ditët në këtë 15 ditëshin për ta krijuar qeverinë, duke qenë se Mitrovica po shkon në balotazh edhe është edhe një muaj kohë pra për të përgatitur pro. Zotri Kurti është i etike për vetëvendosjen që me fitu Mitrovica në Jugut, pra është një prej komunave që e konsiderojnë kështu si të shajt tham për ta fituar. Edhe normalisht nuk ka humbë kohë që me dalë edhe me gjetë armikun me njëherë që ja ka shkaktu të themi këtë farë disfatën e parë në Mitrovicë të Jugut, duke qenë se kanë marrë, si që thashtë më herët, kanë marrë jashtëzakonisht të lehtë fitoren atje. Megjithatë, zoti Erhan Tahiri ja u ka vështirësu punën, prandaj zoti Kurti pa humbur kohë ditën e nesërme ka dalë edhe i ka sulmu mediat edhe exit poll-ët, duke e kriju kështu atë narrativen që mediat përsëri u bën bashk për ta dëmtuar lëvizjen vendosur. Pati shumë kritika. E kemi këtu edhe postimin tash që shfaqet në ekran të juristës së mediave Flutra Kusari, cila ka thënë se gazetarët nuk kanë bërë vepra penale, kanë ushtruar të drejtën e lirisë së shprehjes. Asnjë nga personat e përmendur në postimin e kandidatit për kryetar të Mitrovicës, Faton Peci, nuk kanë bërë vepra penale. As nuk e kanë cënu votën e lirë të askujt dhe nuk kanë falsifiku rezultate zgjedhore. Tutja e thot se ata e kanë ushtruar të drejtën e lirisë së shprehjes siç tha më herët dhe thot se çdo metodë tjetër, siç është përdorimi i ligjit, procedurave penale kundër gazetarëve dhe kompanive, është abuzim i procedurave dhe ligjeve penale me qëllim që gazetarëve t'ju mbyllin gojën. Është përpjekja e radhës për të ushtruar presion politik ndaj mediave. E sheh kështu Besnik, e sheh si një tentim të radhës që mediat të distancohen dhe mos ta kemë fjalën e lirë edhe në këto raste. Kjo narrativa kundër mediave dhe gazetarëve është diçka e re që po ndodh, pra është që nga viti 2021 kur zotri Kurti ka ardhur në pushtet, ka vazhduar domosdoshmë për 4-5 vite rresht, edhe kjo është një përpjekje e tillë që me i hesht zërat, pra gjithmonë përdoren këto do t'i drejtohemi gjykatës, do të ndjekim rrugët ligjore, nyshet përpiqen t'i friksojnë gazetarët që të mos flasin, e të mos shuajnë lirshëm për zhvillimet politike dhe çka do të ndodh. Kjo ka, domethënë, çësia e lëvizjes vetëvendosje ndaj mediave e ka degraduar, domethënë, lirinë e medias në vend, siç kemi pa edhe me raportet të organizatave kredibile, pra që Kosova ka pasur një rënje jashtëzakonisht të madhe në indeksin e lirisë medias së shprehjes. Edhe kjo çështje e vetëvendosjes pra është jashtëzakonisht e rrezikshme, edhe përpjekje për me i hesht njerëz që me fol lirë edhe me kry gazetarët punën e tyre. Madje një prej emrave, se mbrome bashkë në debatet politike, një prej emrave që përfshihet në listën që Faton Peci ka paralajmëruar pa di, është edhe dikush në fakt gjatë ditës kishte bërë asnjë postim, thjesht një postim ishte pas se janë mbyll votimet në orën 19 edhe s'ka shkruar asgjë gjatë ditës. Nuk e di me çka janë bazuar realisht, sepse ishte edhe zotri Visari Meri, që është analist, nuk e di mbase nuk i kanë pëlqyer analizat e tij në televizion edhe e ka futur në atë listën e njerëzve që do të bëj kallëzim penal, megjithatë ende s'është publiku ndonjë shkresë zyrtare që zotri Peci. Pa dia se për çka realisht ka të bëj fjalë, patëm edhe një reagim të gazetarit Liri Mehmeta, i cili tha se statuset që i kanë shkruajtur për Mitrovicën nuk kanë pas asgjë të bëjnë me diçka ofenduese për zotrin Peci. Nuk besoj që ka ndonjë bazë për me
për me kry gazetarët vepra penale përmes shkrimeve në rrjetet sociale. Pikërisht për këtë kemi lidhe dhe kemi pas dëshirë që t'i inkuadrojmë edhe jurist edhe avokat që me të vërtet e njohin këtë fushë dhe të shohim se a ka me të vërtet bazë ligjore kjo padisi që ka paralajmëruar zotri Peci. Besoj që zotrin Hoxha tash me kemi në linjë? Po, faleminderit. Ju kërkojmë falje, patëm një problem, por tash jemi bashkë. Një koment për gjithë shumë si e keni parë këtë paditë të zotri Peci ndaj personave për cilët e diskutuan. Po, fillimisht nuk di nëse ka inicu ende, apo është vetëm paralajmërim në vazhdën e nisjes fushatës balotazhit, duket si e tim. Sepse në dukje dhe në bazë informacionit publik dhe në bazë të asaj që kemi përcjellë në statë në ditën e zgjedhjeve, nuk duket që të ketë në veprimet dhe në punën dhe angazhimin gjithditor të gazetarëve, mediave, analistëve, nuk duket paktën paremisht që mund të ketë ndonjë element veprës penale që i ngarkon ata me dyshim për ndërmarrjen e veprimeve të cilat do ta konsideronin figurën e veprës penale në këtë rast. Sepse vepra penale në cilën thirret mbas statusit publik zotit Peci kërkon angazhim direkt, kërkon kanosje, kërkon mënyra të pagesës dhe vetëm si rezultati këtyre veprimeve të kundërligjshme mund të devijohet vullneti i votuesit për ta votuar, për ta shprehur vullnetin në vot apo për ta ndryshuar rezultatin. Pra, po besoj që ose kanë qenë të këshilluar keq ose është kryer kot fillimi i fushatës balotazhit. Shpejt ka nisë fushata për balotazh. E kemi edhe zotrin Artan Muhaxhiri, analistin për të marrë një opinion, po na dëgjon Artan? Artan, nëse po na dëgjon, përshëndetje nga Kosova Live. Që jo, vazhdojna me avokatin edhe pak me që inkuadruam më vonë. Zotri Hoxha, çka mund tutje të ecë dhe si mund të ecë tutje ky proces, le ta quajmë, ky paralajmërim nga ana e Pecit me emrat të cilët janë përmendur? Shiko, gjithkush ka të drejtë që dyshimet e tij t'i adresojë tek mekanizmat kompetent. Dhe ne nuk e dim nëse zoti Peci do ta materializoj këtë shprehje të vullnetit të tij përmes statusit publik, pra ta dorëzoj kallëzimin penal gjithmonë, sepse padia mund të jetë një lapsus juridik apo sepse kemi të bëjmë me një kallëzim penal. Padia është procedurë civile. Siç ka shkruar, po. Siç ka paralajmëruar. Mund të jetë padi nëse ka menduar si formë shpifjesh, ajo është tjetër gjë. Po pretendimet për devijim të rezultatit zgjedhor, ndikim tek votuesit, shtrembrim të rezultatit, këtu mund të kenë bazë të elementeve penale dhe këtu mund të shkojnë me kallëzim penal. Pra në policisë nga ajo që keni parë, që keni lexuar, a ka elemente të padisë penale apo jo? Absolutisht në parim, sepse këtë do ta vendosë prokuroria nëse dorëzohet kallëzimi. Në bazë të informacionit publik, në bazë të asaj që kemi parë dhe kemi përcjell, nuk e përjashtoj mundësinë që të gjitha na ka shpëtuar diçka pa e pa, por në bazë të asaj që tashmë dihet opinioni publik, unë jam i bindur që prokuroria e shtetit nuk do të gjejë asnjë element që dyshimin e arsyeshëm zotit Pecit do ta shtyjë përtej dyshimit të bazuar mirë, që është bazamenti për ta filluar një hetim dhe për ta materializuar me akt akuz. Pra, unë po besoj që mund të shërbejë në aspektin politik, por në aspektin juridik është nul. Pra, kjo mund të jetë nul ky kallëzim penal dhe nuk shoh asnjë përkundërzi mund të interpretohet, po këtë nuk do ta vlerësoj prokuroria si ndërhyrje në fjalën e lirë, në punën e pavarur të pushtetit të katër që janë mediat, cilat ju të gjithë e dini që para 4 ose 5 vitesh keni bartur disa prej jush edhe me vetur kandidatin atëherë për kryeministër për ta dërguar në studio dhe keni dhënë një dorë bukur të mirë ardhes pushtet lëvizjes vetëvendosur. Është për habisë se si ndryshua tani. Kush ndryshoj? Se media këtë emisione ka me qenë opozitë, se çfarë edhe për zgjedhjet pas kanë vite me një veprojmë, ne i mirëpresim, mirë po puna e mediave është ta bëjë opozitën.
Sepse pikërisht ju po bëni rolin tuaj, pra kritika ndaj pushtetit gjithmonë i sanon gabimet dhe është kujdestar i preventivës së gabimeve procedurale dhe ligjore të pushtetit. Prandaj ju keni qenë atëherë kritik ndaj pushtetit kalum, jeni sot kritik ndaj pushtetit dhe ky është bazamenti i fjalës të lirë dhe roli primar dhe crucial në shtyrjen e proceseve përpara. Absolutisht. Artoni po na dëgjon më në fund urojmë. Edhe ky kallëzim penal, por edhe sulme tjera të orkestruara ndaj mediave në përgjithësi, unë po besoj që janë betejë humbur. Në rregull. Artoni po na dëgjon besoj më në fund. Arton, përshëndetje. Përshëndetje. Hajde se jemi pasë si KQZ-ja, kemi të probleme me rjetë. Po e rëndësishme që jemi prap. Arton, një nxitim i tillë për këtë paralajmërim, për pati penale, si që tha, por që më pas kallëzim penal, për çka flet kjo shpejtësi e këtyre reagimeve? Unë kam përshtypjen për shkak se i farfort në vepër, për kësë Albin Kurti në Shqipël dhe aty natyrisht ka ndodhur diçka që ende është e pazarë dhe policia është duke hetuar bashkë me prokurorin situatën atje dhe këta ja kanë parapri asaj situate dhe po e luajnë viktimen e një prej proceseve të duajtjes së viktimeve është kjo padia e Faton Petit për mediat dhe për analistët, të cilët natyrisht e kanë shprehur me opinionet e tyre, bindjet e tyre dhe nuk ka asgjë të keq aty, nuk kanë shkelur asnjë procedurë, asnjë rregullore që për të pasur kuptim edhe padia e tij. Por megjithatë, edhe konferenca për shtyp që ka bërë kryetari i vetëvendosjes ishte shumë interesant sepse ka bërë më njëherë pasi filluan disa zëra që atje mund të ketë manipulim votash dhe ai vend si të kërkoj hetim për votat, ai kërkoj hetim për kompani që kanë bërë exit pollet dhe në të kaluarën exit pollet nuk kishin problem për të sepse ju kombinonin rezultatet. Dhe momentin që ata zbuluan diçka dhe përmes tyre u zbuluar ndoshta edhe një rrjet i manipulimit të votave në Mitrovicë, tash ai kërkon hetim për exit pollet. Dhe vazhdimësia e kësaj është padia e Faton Pecit, i cili po dënë të viktimizohet para ballotazhit, i cili është me 9 nëntor. Prandaj kjo është vetëm një tendencë për të viktimizuar dhe për të shfaqsuar, ndoshta për veprimet e mundshme që i kanë bërë atë natën kritike që besoj aty ka qenë edhe vendimarrja e atij procesi manipulativ të votave në pjesën e Mitrovicës Jugore. Po, Arton, me sa kuptojmë, kjo po i bie që ata po mundohen të tërheqin vëmendje nga ajo se çfarë ka ndodhur Shqipël, duke bërë një situatë krejt të re, pra padia ndaj atyre që kanë bërë exit pollet dhe jo vetëm, pra se lista ishte shumë më e gjerë se kaq. Prandaj, domethënë, ne jemi duke folur për exit pollet dhe jo për manipulimin që ka ndodhur. Kjo ka qenë në strategjia dhe është vazhdon të jetë, ndoshta nesër do shpikim diçka tjetër për të shpërqendruar vëmendjen të temat të tjera dhe asesit mos preken tema baze që është besoj që po duket jetë evidente manipulimi me votat në pjesën jugore të Mitrovicës. Besnik për ta Dim se po kjo. Vita historia e pjesën jugore është politike, kaq se me vite ka ushqyer propagandën se atje ka bërë punë të mirë, sidomos në pjesën veriore dhe paramendoni sikur të humbte pjesën jugore të Mitrovicës, do të jetë debakull politik për Albin Kurtin. A ki pasa rëndësi kërson asoj pjesë dhe më pak rëndësi kërson Prishtinës, Pes, kur ballotazh Prizrenit. Pra e ka jetike për karrierën edhe politike Mitrovicën e Jugut, prandaj gjithë investimi është bërë atje dhe po vazhdon të bëhet në atë pjesë ku ai veç e ka ushqyer këtë opinionin publik për 5 vjet me propagandë Kotis dhe me ka shtiruar pjesën veriore dhe paramendoni sigur të mos e merr aprovimin e qytetarëve atje në pjesën jugore të Kosovës. Pra e ka simbolikën politike më shumë se çka do tjetër. Po, Besnik, për ta shpjeguar pak të pjesën edhe për shikuesit që i kemi. Pra, në momentin që nis procesi i votimit nga ora 7 e mëngjesit deri në mbrëmje 19, pra janë disa gjëra që janë të ndaluar në media. Sipas është një heshtje zgjedhore, sipas edhe ligjit të ri. Pra, mediat i kanë disa gjëra të ndaluar që në fakt i kanë respektuar, madje edhe ne duke qenë vazhdimisht në transmetim të drejtë për drejtë. Në momentin kur qytetarët
të paktën kanë tentuar për të përmendur emra ose diçka është ndër për ose është larguar mikrofoni gjana tilla. Kështu që pak në këtë pjesën e mediave që besoj i kanë qëndruar stoik rregullave edhe ligjit apo jo. Po pra, sepse ekzistojnë rregullorët e Komisionit Pavarur të Mediave, të cilat duhet të respektohen në ditën e zgjedhjeve. Pra, edhe pse transmetimi live e bën jashtëzakonisht vështirë. Po, është vështirë menaxhueshëm, por në momentin që inkuadron dikën live, nuk mund ta dish se çfarë ka për të folur, pra mund ta përmend një emër të një kandidati ose një parti politike dhe për këtë media mund të sanksionohet. Megjithatë mediat e kanë kryer punën e tyre ashtu siç duhet, pra janë munduar me respektu të gjitha rregullorët që mos me pas interferencë në absolutisht dhe madje në asnjë moment edhe në mediat më të vogla nuk ka pasur që është folur për atë se si po shkon rezultati, kush po prinë e kështu me radhë. Po pra, sepse është e ndaluar që të publikohen informacione ose që të jepen parashikime, mund të jepen, ku mund të jetë gara më interesante, por pa përmendur parti politike ose pa përmendur kandidat caktuar të partive politike. Mediat e kanë kryer me 12 tetor punën e tyre siç duhet. Exit pollet janë publikuar pas janë mbyllur votimet, gjithçka sa i përket aspektit mediave është bë siç duhet. Megjithatë betejë politike po tenton zhvendoset në edhe në një betejë mes politikës dhe mediave, siç është bërë gjatë gjithë kësaj periudhe sa zotëri Kurti është. Dhe analistët mos t'i harrojmë. Janë edhe me emrat të përveçëm. Zotëri Hoxha, natyrisht ne nuk po e dim saktë se çfarë mund të përmbajë kjo padi, por nga statusi pak a shumë mund të dim se për çka bëhet fjalë. Sa mund të merret për bazë, pra sa mund të merren për bazë rezultatet e exit polleve që të shkojë tutje kjo padi? Si avokat një përgjigje. Shiko, çdo inicim i procedurës, çdo dyshim i çdo qytetari, çdo subjekti fizik apo juridik, prokuroria e shtetit është e detyruar ta trajtojë. Dhe nëse pretendimet e zotit Peci materializohen, pra dhe formalisht dorëzohet kallëzimi penal në prokurori, ata do t'i ndërmarrin disa veprime paraprake hetimore, dhe unë po besoj që me këto për sa po shohim dhe para sa kemi përcjell, nuk do ta kaloj fazën para hetimore, do me thotë të prokurorit të shtetit, nuk do të shkojmë fare tek faza e hetimit zyrtar. Ashtu mendoj unë, sepse vërtet nuk ka asnjë element dukshëm të veprës penale, sepse nuk janë përcaktuar zyrtarisht rezultatet, nuk janë orientuar votuesit, kanë qenë disa statuse të disa mediave, të disa analistëve, të disa qytetarëve që janë pronarë ndoshta mediash online, që ndukjet parë nuk shihet që ka pasur ndonjë tendencë, ndonjë organizim, përveç që kjo mund shihet në prizmin nëse ata kanë bërë ndonjë gabim në aspektin organizativ të rezultatit, mund të kenë pasoja në kuptimin biznesor të tyre që mund të mos marrin punë në zgjedhjet e ardhshme për ta qelluar me saktësi rezultatin. Dhe kjo nuk ka. Nëse bëjmë një krahasim të asaj çfarë ka ndodhur në Shqipal dhe kësaj që ka paralajmëruar zotri Peci, pra cila duhet jetë më serioze për prokurorinë, si e shihni ju? Gjithmonë flasim nëse ka diçka për bazë për të dyjat. Absolutisht janë dy gjëra të ndryshme dhe pretendimet për Shqipal dhe në Junik më duket se dishin disa pretendime duhet të hetohen me rrepsin më të madhe, sepse vetëm e vërteta mund ta mbajë në binar organizimin e shkëlqyeshëm zgjedhjeve që ne kemi pas deri tash, apo ta minoj këtë besim qytetar ka shi organizimi zgjedhjeve si model në rajon për organizimin e zgjedhjeve. Prandaj ato janë çështje tjera dhe prokuroria po duket e ka marrë me seriozitet. Unë nuk besoj që ka pasur devijim të rezultatit. Tashmë me ligjin e ri nuk ka heshtje zgjedhore dhe qëndrimi i kujddo qoftë deri në parahapjes të qendrave të votimit në rajone ku mund konsiderohen bastione janë fushat normale, është ndikim normal në bazë programit të tyre elektoral, prandaj mund prej të dyja palëve mund të jetë përdorur çështja e Shqipolit për ta arsyetuar qoftë rezultatin e kënaqshëm apo jo atë pritshëm për balotazh, sepse dyjat kanë pretenduar se të kalojnë pa balotazh. Hoxha, faleminderit për ndonjë zhvillim interesant. Faleminderit shumë për këto detaje të rëndësishme, natyrisht ishte nevojshme t'ju dëgjonim në gjithë këtë debat dhe këtë zhvillim që është. Faleminderit shumë për sot.
Ju lutem. Ju e përmendet rastin e Junikut dhe të ndalemi pak e me qenë se mbrëm në presinën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, ka thënë se rasti i Junikut është i dyshimt. Sipas tij ka ndodhur një skemë kriminale. Kemi të shkëputur një pjesë të deklaratës që dëgjojmë dhe më pas kthehemi për të vazhduar këtë debat edhe me të ftuar të tjerë përmes lidhjeve direkte. Edhe njës që jemi të asaj zone, jemi pak befasume dhe të quditën për këtë rezultat, për këtë pjesëmarrje ka shtë madhe, e pjesëmarrja është pak e dyshim, në më dhënë aty ka ndodhë si mas me një skemë kriminale, ku njerëzit që nuk jetojnë faras, nuk e din ka i bje Juniku, jënë bartë adresat, jënë bo votus që Junikit, unë i ku marë mbi emnat, edhe kjo tash rast në PZAP, nuk po du me ndërhy me emna kush janë, po i këmarë me dije mbi emna dhe kësha pas qeve dhe me i ledzu, pilet pak të një Uniku që e njoj një i tjetërin, e din që këta mbi emna kur s'kan egzistu një Unik, edhe si është dhe më ishën këta me kond listat votimit, për shkak mbi emni Mustafa, se egziston një Unik, mbi emni Zeqiraj, Ali Musaj, për shkak është i Strelcit, s'ka lidhje me Unik, Tolaj, janë Skivjanit, po Bergjes dhe prej Lepit, Latifaj s'kan lidhe, kur mbi emrin Latifaj s'ka pas, Deliaj, Lokaj, Nitaj, Mazreku, Selimaj, Daci, Zajmi, Dobiqaj, Bojdaraj, Zejnaj, Aslanaj, Ali Ametaj, Sadrijaj, Shabani, Blakaj, për shkak Blakaj mund t'jeti i Stogut, se nuk e di që ka asë në të qanë Blakaj. Ta kanë votu? Batiri, këta figurojnë aty. Kjo është rast që prokuroria ishtë dashtë me jetu këta njerëz dhe me këshyrë. Mas pari, kush ja u ka regjistru këtyne, qëfar stimulimi kanë marrë ka pej kuj. Sa njerëz vot fjollë? Po i këtur logaritet rrët 300 vota diferencë. Edhe në statistika i ku marrë edhe në basë... Banë orë 30 e Haradinaj këta që në zhvendosë një Unik? Garant ju ka pëlqiju Uniku, po më shku mi këshyrë ku jetojnë, qka bojnë, qëfar fuz veprimi kanë. Po se u zhvendosë Zëtë Mirena, në Prishtinë ty nuk lejojnë me asë qytetari Kosovës, po qësëje, se na jemi një njësi zonale, komunale, por ti në Prishtinë asë me regjistru fëmijë në qerë dhe nuk mundesh nëse nuk je banor i krye qytetit dhe s'ki pagu. Pra kjo është një pjesë të deklaratës Haradinajt në vërëmën në presinë lidhur me Junikun. Tu tjetë të flasim pikërisht për gjitha këto zhvillime, kemi edhe Gzim Shalën nga IKD, i cili është inkuadruar tashmë. Gzim, mirë se vjen në Kosova Live. Falënderit për ftesën, kënaqësisht dhe. Gjithashtu, ne folëm pak për padine paralajmëruar nga zotri Peci, natyrisht ju si jurist e keni përsjell dhe po besoj që keni shikuar nëse ka diçka për bazë gjithmonë aspektin ligjor që kjo padit shkoj tutje. Si e keni parë ju? Tash fillimisht një çështje e tillë definitivisht është një sulm i pabazuar ndaj mediave, ndaj gazetarëve, ndaj lirisë së shprehjes në përgjithësi. Po flas kështu si veprim, për shkak se është e qartë se nuk ka kurfar baze juridike, do ta elaborojmë në vijim. Megjithatë, veprime të tilla definitivisht se janë të papranueshme dhe janë përkeqësore nëse shohim veprime të tilla të cilat nuk e kanë as bazueshmërinë minimale. Tash, për te i kësoj, do të nëse shikojmë aspektin ligjor, tash besoj se është dashur që të konsultohet me jurista, është çështje shumë bazike që besoj se ka pasur jurista mjaftueshëm që të trajtojnë këtë çështje dhe të tregojnë për pabazueshmërinë e kësaj çështje. Tash, çështja e parë është se publikimi i exit pollëve bëhet në kohën kur votat vetë se janë në kutinë e votimit. Pra nuk mund të ketë kurfar ndikimi as në perceptimin e qytetarëve dhe as në asgjë tjetër. E para, e dyta çështja e neneve të cilat u referohet zotri Peci në statusin e tij që flet për nenën 210 dhe 216, janë tërësisht vepra penale jashtë kontekstit të cilin e përmend dhe të cilat nuk mund të kryen nga një studio televizive. Nene 210 i kodit penal, për shembull, thotë se thekson se ajo mundet me u kry në rast të përdorimit të forcës, kanose serioze tjere ndaj një votuesi në mënyrë që të cenohet liria e tij se përkënd të votojë. Ndërsa nene 216 nuk i referohet studiove televizive. I referohet vetëm
rezultatit në kutin e votimit. Në kutin e votimit. Që në rasti konkret ai nuk mund të cenohet nga studiat. Aspekti i parë. Aspekti i dytë se edhe nëse themi në raport me sjelljen e mediave, siç ka qenë tek e tjerë, ideja është se ka një rregullore të miratuar nga ona e Komisionit të Pavarur të Mediave, që tregon se cilat janë obligimet e mediave gjatë fushatës zgjedhore dhe ka disa përcaktime edhe për ditën e zgjedhjeve. Në momentin kur mbyllet fletvotimi, më aty nuk ka rregulla, për shkak se më pastaj kalon tek një aspekt tjetër, nuk ka rregulla zgjedhore për shkak se votimi ka përfunduar dhe për më tepër do të çështja e gabimeve eventuale në exit poll e tjerë trajtohet si çështje e besueshmërisë në të ardhmen, sa qytetarë do t'i besojnë exit polleve tjerë, mirë po që definitivisht se s'kemi të bëjmë me asnjë lloj përgjegjësie dhe për këtë arsye po e theksoj nuk ka asgjë dilemë juridike në rastin konkret, apo thjesht është një sulm i pamatur dhe jo adekuat në raport me media që definitivisht disa arsye do të thotë edhe dua të pyes shumë direkt, do të thotë në këto statuse që kanë qenë gjatë ditës, natyrisht që s'ka pas emra, nuk ka pas mbiemra, por baza ligjore a mund të shkojmë me nënkuptime? Jo, për shkak se veprat penale në rastin konkret që e përmend, do shta te kemi të qartë edhe për shikuesit në 210 për shembull thotë që kushdo që me përdorim të forcës apo kanuse serioze, ose me kesh përdorim të varësisë ekonomike dhe profesionale të votuesit, ndikon ose detyron votuesin që të votojnë në një mënyrë të caktuar. Si ka ndodhur kjo? Do thotë asnjëri do thotë prej atyre personave të cilët i përmend zotri Peci në status, nuk e ka bërë këtë. Ja bëhet fjalë për deklarime në studio televizive. Tash, a kanë qenë ato deklarime? A kanë qenë ato deklarime, analizat, analizve të drejta apo jo? Nuk më takon mu me i vlerësu. Jo, absolutisht. Po kishte ky arsye vetë. Pse ta bëra pyetjen, ishte ky debati, domethënë që ti nuk e ke përmend emër dhe mbiemër, po ti ke dashur me thonë kështu. Që kjo ishte ai diskutimi shumë i madh, prandaj që ta bëra pyetje konkrete që a mund funksionoj kjo me nënkuptime, se më nis me nënkuptime. Definitivisht jo, nëse veç ndërtohet një standard i tillë, atëherë është rreziku që secili që është pak më aktiv në Facebook përfundon në borg. Do të po flas për në aspekt konceptual. Mirë, po është një aspekt tjetër ligjor kur flasim te çështja e përgjegjësisë penale. Te çështja e përgjegjësisë penale nuk është diçka do të thotë abstrakte. Qytetarët thjesht mundën mos më dëgju mu mirë, po me hidh dhe me i lexu këto dy nene të cilat i përmend zotri Peci në statusin e tij. Tek përgjegjësia penale duhet të plotësohen elementet e veprës penale në mënyrë të saktë dhe në rast se eventualisht që nuk është fare rasti konkret, mirë, po eventualisht në një rast të caktuar ka dyshime, atëherë sipas kodit të procedurës penale, dyshimet shkojnë në favor të pandehurit. Për këtë arsye nuk mundemi në asnjë rrethon me thonë që është çështje nënkuptuar etj. Përgjegjësia penale është diçka aspekt shumë i madh, tash mos hyj tek aspektet e tjera që thot për shembull padi penale. Padia penale në sistemin juridik aktual të Kosovës nuk ekziston. Padia ngritet në procedurë civile, që është diçka tjetër, në penale ngritet kallëzimi penal. Do thotë edhe është edhe një çështje tjetër. Prokuroria, Gzime, për ta përmbyllur me këtë pjesë do të kalojmë pak te Besniku. Nga ajo që ke lexuar, pra statusin e Faton Pecit në Facebook, mund të dalim në konkludimin që ai nuk është një status juridik, në kuptimin që është konsultuar me njerëz kompetent të kësaj fushë, por një status më shumë inate politike, apo jo? Definitivisht s'ka të bëjë asgjë juridike aty, për shkak se është lehtësisht janë të lexueshme këto dy nene të cilat ai i referohet, më pastaj nuk dua fare të merrem me këto gabime teknike, të cilat ndoshta një juristë ja vrojnë syrin, por ndoshta nuk janë shumë të rëndësishme për publikun. Megjithatë, do të thotë si qendër për ndihmë juridike kemi ofruar ndihmë juridike për secilin person që përfshihet në këtë rast, mirë, po e ritheksoj, ka një pabazueshmëri të hapur dhe që definitivisht krahas kësaj çështje, do të thotë nëse ngritet kallëzim penal
nëse ngritet kallëzim penal, sepse ende nuk e kemi të konfirmuar nëse do të ngritet apo jo, definitivisht se prokuroria do të me trajtu edhe në kuptim të lajmërimit të rënd të veprës penale edhe deklarimin e zotrit Pecit. Në të kundërtën, është rrezik që në momente të caktuara për politika ditore, për çështje të fushatës e tjerë, të kesh përdorët prokuroria që të bëhet një debat publik e tjerë përmes deponimit të kallëzimeve të rëndme penale. Për ta kalu pak edhe bisedën në studio, pra Besnik, nga ajo që tha edhe Gzimi, këtu ka shumë paqartësi. Dhe nuk ka bazë ligjore për shumë gjëra që janë shkruajtur aty. Çka ka tentuar të bëj Peci në këtë rast? Në fakt, gjithçka edhe statusi i zotrit Peci është në kuadër të propagandës e të fushatës politike, duke qenë se jemi në një periudhë zgjedhjeve dhe kemi me pas balotazh. Unë nuk shoh siç e potencuar edhe juristët që s'ka bazë për vepër penale, pra gjithçka është në kuadër të kësaj fushatës për zgjedhje, edhe nuk besoj që ka me pas diçka konkret ose ndonjë aprovim të këtij kallëzimi ose kësaj akuze të zotrit Peci nga organet nga prokuroria në këtë rast. Besoj që është vetëm shërbim të propagandës së partisë në pushtet, pra edhe për të friksu gazetarët e mediat që me thonë fjallën e tyre lirshëm, po edhe për efekt të propagandës për t'i mobilizu në një farforme edhe votuesit e tyre që kinse mediat përsëri janë bërë bashkë dhe po na sulmojnë në zgjedhje. Po si nga kjo analizë që e bëjmë edhe me avokatët edhe me juristët, Amiri bie që është një status që shruar ndoshta me këshilltarët, me bashkëpartjakët, me që vetëm me juristët jo. Po, me juristët nuk ka kërkuar ndihmë dhe ka qenë diçka e momentit për të reaguar ndaj këtyre që i ka pa të parregullta. Nuk është lëvizja vendosje është shquar për pjesën e njohjes së kushtetutës ose të aspekteve juridike marrë parasysh që edhe gjatë hartimit të reformës në drejtësi, pra kemi pas këtë farë zyrën për konfiskim pasurisë, pra kanë hasë një vark pengesash në Komisionin e Venecias, pra ka pas shkelje të aspekteve të kushtetutës gjatë hartimit këtyre ligjeve kanë shkel kushtetutën disa herë, pra nuk është që njihen për këtë zotësi, prandaj zotri Peci në afekt e ka shkruar atë status dhe nuk besoj që ka me pas në një bazë. Statusi vazhdon me qëndru, s'besoj që është fshit që me që pëthua në efekt. Ne të falenderojmë që erdhe sot. Sot marrim më shumë kohë sepse natyrisht në debatet të tilla kur preken mediat është gjithmonë i rëndësishëm edhe qëndrimja i AGK-s që gjithmonë e kemi në studio dhe po ashtu në rrjetet sociale. Faleminderit shumë Besnik. Do të shkojmë tek Artoni sepse për Artonin në këtë pozitë nga analisti mund të flas në këtë pjesë. Arton, a munden 3 exit pollet gabojnë? Është e pamundun në gabu në përmasët të cilat ka pas kuqe në Mitrovic. Pra, në të gjitha qytetet, marzha gabimit ka qenë e lejuar, domethënë deri 2%. Ndërsa në Mitrovic ka qenë deri në 8% ose 11%, nuk e di saktë, por që është marzha e madhe sa që kompanitë nuk e vënë në pikpyetje kredibilitetin e vet. Prandaj dysimi më i madh është atje ka ndodhur diçka që duhet hetohet. Dhe ky viktimizim po ndodh edhe për një arsye tjetër. Ju e dini që në debatet televizive përshtypja për Faton Pecin ka qenë si person agresiv, autoritar dhe tashmë duke parë që kjo formulë po i kushton me rezultat zgjedhor, tash përmes këtij viktimizimi po mundohen me trajtu ose me bën një Faton Peci tjetër që duket më i butë, më viktim, më i sinqert, që realisht nuk është, por që edhe këto padia, akuzat për këtë, si thonë kësaj që kemo. Votim nga persona që nuk ekzistojnë. Sakt, do thonë, në qëtë proces. Në rregull, po? Ndërsa ta pyesim edhe Gzimin, me që e kemi edhe pak në linë. Gzim, folëm pak e pojmë edhe deklaratën e zotrit Haradinaj, i cili ka ngri pra akuza, ka thënë që duhet ketë hetime unik, për shkak që persona që nuk ekzistojnë kanë votuar atje, ndërkohë që prokuroria e PES duket se ka nisur hetime. Me çka mund të përballet këta persona ose çka tregon kjo? Krahas përsaktimit të rregullave zgjedhore e tjerë, çështja e votës do të thotë është e sankcionuar edhe me një
me një kapitull të veçantë, është kapitulli 18 nëse nuk gaboj, i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, që përcaktohen një varg veprash penale që mund të ndodhin në kuadër të procesit zgjedhor. Dhe tash, për me pos një proces zgjedhor me integritet, është shumë e rëndësishme që të gjitha pretendimet që ngriten nga partitë politike, të cilat ngriten nga media, të cilat ngriten në publike tjere, me u adresu nga ona e prokurorit të shtetit, me pos një hetim efikas për shkak se në të kundërtën nuk është vetëm çështja e partive politike, është çështja edhe e besimit të publikut në një proces zgjedhor. Ka mundësi që një proces zgjedhor ka shkuar shumë mirë, po ngritën dyshime të konsiderueshme që në një farë forme një pjesë e qytetarëve më pastaj ka mundësi që nuk i besojnë një procesi zgjedhor. Dhe për këtë arsye është e rëndësishme që çdo pretendim serioz, minimalisht serioz, që nuk është rosti i statusit zotit Peci, për shkak se ai status nuk është minimalisht serioz. Po mirë, po çdo pretendim serioz që është në raport me këto definitivisht duhet të hetohet nga prokuroria, nuk do të thotë se secili hetim nuk do të thotë se secili hetim në kupton se aty ka posur krem, aty ka posur shkele, mirë po, me qenë se kemi të bëjmë me dyshime të ngritura për vepër penale, definitivisht se ato duhet të qartësohen dhe ne si IKD, si Qendër për Ndihmë Juridike IKD-s, kemi bërë thirrje prokurorisë që të trajtohen të gjitha pretendimet në raport me të gjitha pretendimet e ngritura për shkelje në kuadër të një procesi, në kuadër të një procesi zgjedhor. Këtu definitivisht se duhet që të adresohen në raport me të gjitha çështjet. Por i theksoj ka një gomë të gjerë të veprave penale që mbrojnë të drejtën e votimit dhe për shkak të ndër të tjera, besimit të publikut duhet të trajtohet me efikasitet dhe profesionalizëm. Mos të harrojmë një fakt. Në zgjedhjet e kaluara kishte një problem me sistemin e KQZ-s për procedimin e votimeve preliminare që fatmirësisht nuk ndodhin në këtë proces. Dhe në një farë forme kjo ngriti një farë pabesueshmërie tek publiku se mund të ketë manipulime tjera dhe kjo çështje në procesin zgjedhor është shumë e rëndësishme që trajtohen të gjitha pretendimet dhe të marrë një përgjigje adekuate institucionale nëse ka pasur apo nuk ka pasur shkelje në një proces të caktuar, në një vend votim, në një komunë tjere. E qartë, Gzim, falenderojmë shumë për këto sqarime që i bët, ty dhe kolegëve të IKD-s që gjithmonë jemi të vëmendshëm që gjithçka të shkojë në formë demokratike sa i përket votimeve. Faleminderit dhe juve, kënaqësi si çdo herë. Shëndet. Vetëm pas pak do ta kemi Shkodran Nikçin, zëdhënës i prokurorisë në Pej, natyrisht do të na jap një përgjigje se a me të vërtetë kanë filluar hetimet edhe ku qëndrojnë tani apo cilat janë dyshimet që janë marrë për bazë edhe nga prokuroria. Deri atëherë ta pyes vetëm edhe Artonin shkurt. Arton, si parashikon sepse duket që do të ketë zhvillime dhe do të kemi një betejë të fuqishme natyrisht deri tek balotazhi. Çka parashet që mund të ndodhë? Tendenca për viktimizim do të vazhdojë. Do të vazhdojmë. E qartë. Shumë e qartë. Punën më të madhe po e bëjnë analistët politik, avokatët, juristët, sepse gjithë këto reagime që po i bëjnë edhe nga subjektet politike po ngjallin shumë reagime. Prandaj rrjeti është i ngarkuar. Regjia, me kë jemi tani? Po, Artonin e kemi, Arton, po dëgjojmë tash, se patëm një ndërprerje. Tendenca për viktimizim do të vazhdojë deri në datën 9 tetor, 9 nëntor, ata nuk do të ndalen, do të vazhdojnë të gjejnë diçka tjetër për ta bërë me patjetër fitues Faton Peci, nuk e di nëse do t'ja dalin, por megjithatë qytetarët e Mitrovicës e njohin Fatonin, e njohin rajonin dhe do të vendosin vetë në ditën e zgjedhjeve. Por nuk e di nëse desha me të rregull një çështje tjetër, a ditën kur ishim në studio për të komentuar zgjedhjet e të dielës, pat shumë probleme me listat që shumë qytetarë kanë dërguar në komuna tjera. Ka mundësi që dhe Joniku ta ketë të njëjtin problem. Për shembull, shumë votues nga Peja kanë qenë në Deçani, kanë qenë në Jonik, kanë qenë në Gjakov, dhe unë mendoj që kjo duhet të merret shumë seriozisht sepse me të vërtetë është problem i madh nëse KQZ-ja nuk e trajton në zgjedhjet e ballotazhit. Sepse është e pakuptim një qytetar i Pejës me votu në fushë Kosovë, në Gjakov, edhe anasjetës. Sepse kështu ka ndodhur, ka qenë një proces interesant dhe duhet të rishikoj listën edhe KQZ-ja. Arton, faleminderit shumë për sot, faleminderit për kontributin. Faleminderit shumë. Shkojmë Pej. Po, në fund, jo në fakt që janë më pak të rëndësishëm, por më të rëndësishme në këtë që do të bëhet mbi hetimet, e kemi Shkodran Nikçin, të cilit i kërkojmë falje që na priti pak.
Mos keni dëmë. Faleminderit shumë Shkodran që gjithmonë je shumë mirë kuptues. Nëse mund na jepni detajet e fundit se çfarë po bën prokuroria mbi këtë rast. Fillimisht prokuroria pasi ka pranuar informatat, krye prokuroria me vetë iniciativë ka përballuar shërbim zyrtar dhe njëkohësisht ka deleguar rastin tek Departamenti i Krimeve të Rënda, përkatësisht tek prokurori kujdestari i Departamentit të Krimeve të Rënda, që të zhvillojë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore, në mënyrë që të vërtetohen të gjitha ato pretendime të cilat janë shfaqur nga subjekti përkatësisht i AG-s dhe shumë qytetarë të cilët e kanë pasur përshqetësim dhe për të kuptuar se ku është përgjegjësia penale dhe në rast se ka përgjegjësi penale, ata do të merren të gjitha veprimet e nevojshme konform dispozitave ligjore të parapara me kodin e procedurës penale dhe kodin penal të Republikës së Kosovës. Po, pra bëhet fjalë, pretendimet bëhet fjalë pra për persona që kanë votuar e që në fakt janë mbiemra që asnjëherë nuk kanë ekzistuar në UNEK. A është ky pretendimi vetëm për këtë rast? Fillimisht kjo është pretendimi, mirë po ne do të bazë të hetimeve do t'i argumentojmë se kush ka përgjegjësi penale. Në rastin konkret do të kuptojmë se a është bërë kjo qëllimisht, a ka pas dashje, dhe njëkohësisht duhet të kuptojmë se a është bërë nga keqpërdorimi i detyrës zyrtare, apo si rrjedhoi e shkapit ka ardhur që qytetarët të komunave tjera të votojnë për një kandidat të një komune që faktikisht as nuk i takojnë dhe as nuk jetojnë e as nuk veprojnë atë komunë, mirë po mund të ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve. Për këtë çështje duhet jemi të rezervuar derisa të kryejmë veprimet hetimore, mirë po si prokuroria kemi parë të arsyeshme si të marrim veprimet më njëherë. Kryeprokuroria ka autorizuar prokurorin e Krimeve të Rënda dhe njëkohësisht dhe se kanë filluar këto veprime të ndërmerren dhe besoj shumë se brenda një afati optimal aty ku kemi bazë do të marrim veprime ligjore. Sa nën kupton ky optimal? Është shumë e rëndësishme. Sa në kjo periudhë, sa mund të shkojnë? Nikçim. Për shkak se është çështje e ndihshme dhe kemi të bëjmë me një proces zgjedhor, besoj që në afatin optimal veç se kanë filluar veprimet dhe besoj që të gjitha veprimet do të bëhen në mënyrë intensive, në koordinim të plotë me institucionet përkatëse, dhe do të kuptojmë se ku është përgjegjësia penale, në rast se përgjegjësia penale është keqpërdorimi i detyrës zyrtare, atëherë mund të ketë përgjegjësi penale për zyrtarët e KQZ-s, që mund ta ketë bërë qëllimisht dikush këtë, apo edhe nga mosdia, mirë po mund të ketë edhe përgjegjësi penale për ta, apo eventualisht mund të kenë të implikuara subjekte tjera politike. Po ndërkohë, a ka pasur ditë më parë, përpara kësaj deklarate të Daud Haradinajt në presin, a ka pasur ankesa, dëmë të prokuroria, a është vënë në lëvizje më herët, apo tani? Temi real, ne ka ditë që kemi pranuar informatat, mirë po informatat kryesore kanë ardhur si pasojë e deklarimeve publike të cilat janë bërë në televizionin tuaj. Dhe me njerë, kryeprokuroria ka përpilluar shënimin zyrtar ku me vetë iniciativë ka, si që potencova, ka ndërmarrë veprimet të cilat besoj janë duke u zbatuar. Në rregull. Faleminderit shumë për inkuadrimin sot. Faleminderit ju, po.